Përshëndetje miq të emisionit Glamour, një takim tjetër ky radhës. Këtë të diel kam një të ftuar mjaft të veçantë, një të ftuar të cilën e kam pritur prej shumë kohësh, sepse nëpërmjet bisedës të cilën ne do ta sjellim në kuadër të emisionit Glamour, do të shfaqim disa prej imazheve të cilet çdo kush nga ne ndoshta i ka prekur nëpërmjet imagjinatës. Do të flasim për Dubain, për arkitekturën, për pjesën e kulturës, për pjesën e investimeve dhe pjesën e patundshmërisë. Është kjo një sferë të cilën e ftuara ime nëpërmjet linjës së drejtë për drejtë e menaxhon në mënyrë të shkëlqyer. Vetëm sigla do të na ndaj për ta ftuar në bashkëbisedim. Qëndroni me mua. Ajo është menaxhere, është influencere, është gjithmonë në shërbim të gjithë atyre të cilët kanë interes për të vizituar dhe për të qenë pjesë e pashmangshme e jetesës aty, duke pas dhe pronën e tyre. Sigurisht, Loreta Ibrahimi me mua në një linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje, Loreta. Përshëndetje. Dëgjohemi mirë, besoj? Po, shumë mirë dëgjohemi. Atëherë këtë bashkëbisedim, unë kam kënaqësinë ta ndajmë bashkë me shikuesit tanë, sepse do t'japim disa nga informacionet kyçe për punën të cilën t'je bën, një punë të palodhshme. Do të kisha thënë një zonjë e cila ja del për t'i menaxhuar të gjitha angazhimet të cilat i vinë mes Vienës dhe Dubait. Po, ashtu është. Ne e kemi krijuar kompaninë tonë në Dubai dhe jemi vetë investor. Kemi blerë deri tash 5 apartmenta vetë, që janë në ndërtim dhe funksionon fantastik. Nuk është normal që bëhet atje dhe Dubai don të bëhet shteti më i madh në botë. Loreta, e ke prekur nga afër gjithë këtë arkitekturë, e ke prekur nga afër gjithë këtë punë të cilën, ashtu siç e kam paralemruar fare në fillim, ndoshta shumica nga ne e kanë fotografitë e tyre imagjinare, sepse është një qytet shumë i bukur. Ma thuaj pak takimin e parë me këtë arkitekturë, si e kishe? Si e kisha, ishte 2009 isha të parën herë që shkuam në muajin e mjaltit me burrin tim. Ishte fantazi, mas 10 vjet prap kisha shkuar dhe u ndrua përfjesht, për 10 vjet ishte bërë tepër fantazi. Dhe tham, edhe njerë vllai tim tani iku kur ishte korona, ai më shumë na kishte hequr për në Dubai, dhe nisëm ashtu të investojmë të parën banesë, se kishim besuar se shkojnë aty si buku të ngrota banesët. Neve është e pamundur, pa paramenduar çfarë bëhet atje. Dhe kur i pash banesët të para që janë në ndërtim, s'mundesh të besoj që atë ofron të mira projekta, që ka palestra brenda, pizhina, home cinema, çfarë nuk kanë. Dhe që mos i kish shtëpitë e banesa jote, kanë supermarketa poshtë, dyqane, çfarë të desh mundesh të blesh. Do me thënë, ronë si në hotel. Loreta, kur i thua të gjitha këto, ne kemi këtë vizionin e gjithë artistëve të Hollywoodit, të cilët i menaxhojnë të gjitha kriteret e jetesës të cilën vendosin ta bëjnë, pikërisht me luksin të cilën ti e prezanton këtu. Por që atje ti e preke më përsa afërmi edhe për njerëzit e thjeshtë, jo vetëm për këta fytyrat e njohura publike. Bashashtu është, se të shumtit njerëz atje janë 90% të ardhur. Gjithë njerëzit që jetojnë atje kanë ikur pi shteteve tjera që ikin pi taksave të Evropës. Shembull, neve për atë do ngelemi tek tjetrin vjet, për në Dubai se taksat në Austri me kompanien është pak më zor se në Dubai. Në Dubai s'ke taksa, ke 9% corporate tax, aqësh, më shumë s'ke të paguash, po ti bësh gjerë 100.000 euro në vit, e kalove atë, pagon 9%. Ajo na ka hequr më shumë ti, dhe besoj se shumë veta atje nuk munden të paramendojnë të jetojnë si punë artistët që jetojnë. Si Cristiano Ronaldo ka blerë tash një privat ishull, ka blerë ati një vend për 25 milion, dhe mundesh të gjitha artistët ti shosh në rrugë, ajo është atje normal.
narrativi vizual atje të jep një pasqyrë krejt tjetër, por për ta menaxhuar është pak më e vështirë ndoshta me këto fytyra publike. Po, ma thuaj ti si e menaxhon gjithë këtë organizimin, sepse takimet e shumta të cilët ti i bën me klientët është e pashmangshme për t'ua vizualizuar se si mund të duket një objekt, apo jo, Loreta? Po, ashtu është. Tashi para një jave isha me disa klienta nga Austria, dhe ata të parën herë kishin shkuar në Dubai dhe thanë, hajtë të shikojmë njërë qarë ka dhe blenë me një banesë. Dhe s'mundeshin të realizojnë qarë oferta ka dhe si shiten atje banesët. Sepse atje bëjnë oferta, ata arkitekturën që kanë, nuk e ka asnjë në botë. Që aq moderno, aq ekskluzive i bëjnë ata projektet që nuk i ka secili. Dhe plus i pagun me këste. Do me thënë s'ke as të paguish tjera pagesa si punë kamata, s'ka atje. Ma përshkruaj pak të çështjen emocionale të gjithë atyre të cilët ua prezanton këtë arkitekturë, edhe eksterierin, edhe interierin, emocionohen besoj, ë? Si jo, se ka atje, e kanë emrin Sales Center, atje janë gjithë modelet të projektave të ndërtuesive. Ata po ja afrojnë atje, hynë atje brenda dhe i shikon modelet si do krijohet ajo banesa. Ajo ndërtesa, po thojse, dhe kanë ekstra special dhoma, nuk janë dhoma, po thojse 66 metra katror, po thojse, si do duket banesa e vete. Shembull, kur do hyrin te ajo, atë eksperiencën nuk munden të paramendojnë, se thuen kjo nuk është normal si duket. Vërtet kështu do vije? Them po, pa tjetër, dhe i kam shpën të një banes tjetër, ku kemi investuar vetë, dhe atje kanë para derës, e kanë atë modelin, dhe kur e pan modelin dhe kur e pan atë ndërtesën, thanë, kjo s'është e mundshme, më e bukur doli si te modelin. Po, Loreta, më thuaj pak sa këta njerëz duan gjithmonë që të kthehen edhe nëse nuk janë pronar të një objekti, po sa herë duan të kthehen në gjithë këtë arkitekturë të cilën e takojnë? Të shumti që jetojnë atje janë 90% të jashtëmit, plus momentalisht janë 59.000 gjerman, dhe të shumtit ose jetojnë atje, ose shkojnë për punë biznisi, dhe atje ka shumë njerëz që duen të hapin bizneset të tyre, që duen të përparojnë, e kërkojnë atë ekskluzivitetin që nuk e kanë në shtetet të vete, dhe e përjetojnë pastaj në Dubai. Janë elemente klasike këto të cilët përdoren në të gjitha objektet të cilat vihen në ndërtim, apo ka dhe elemente moderne të cilat i kombinojnë mirë me klasiken, Loreta? Kanë, si pas arkitekturës, kanë dhe si të vetit, si të punë arabëve, e kombinojnë bashkë. Kanë edhe shumë moderno, po kanë edhe tashi momentalisht kanë zënë shumë të bëjnë arkitektura si nga Evropa, që ti tërheqin evropianët. Shembull si italian, që kanë stilin italianët, jo veç si të punë arabëve, po i kombinojnë bashkë dhe bëjnë ekskluzivitetin të tyre. Një lagje, çfarë harmonie gjen në një lagje e cila ndërtohet nga fillimi, Loreta? Një lagje është momentalisht që ndërtohet, që investojnë momentalisht shumë veta, është në Dubai Land, është një vend familjare dhe ka shumë universiteta dhe shkolla të ndryshme. Fëmijët tim atje do nisin dhe shkolla e Gjermanisë, atje është afër, dhe atje do nisë shumë të shkoj përpara ai rejon. Loreta, do shkëputem pak nga gjithë bisedat të cilën ne po e bëjmë për punën tënde, sepse unë dua shikuesit t'ju them shikuesve që Loreta është një vajzë e cila vjen nga manastiri, e rritur në Vjenë, e shkolluar atje dhe pastaj gjithë biznesin e shtrin edhe në shumë vendet botës, sepse gjithë këto klientë të cilët ti i ke janë nga shumë vende të ndryshme të botës dhe ti i prek përsa afërmi. Ma thuaj pak të lidhjen tënde me manastirin, Loreta. Me manastirin, unë çdo vjet jam atje patjetër, se kam familjen atje, më bëhet qefi që i shikoj njerëzit që janë të gjithë jashtë,
Shumica e familjes time është nga Australia, kudo nëpër botë janë të përndarë. Po më bëhet qefi që kur shkoj i vizitoj familjet dhe pothuajse afër 2-3 herë në vit po shkojmë, si do na teket. Edhe unë jam lindur në Austri, jam rrit në Austri, po prap më përheq manastiri, sidomos njerëzit e tonë. Edhe dua që njerëzit e tonë të vinte në Dubai, për atë më shumë e kam hapur me burrin tim këtë firmën, që t'i tërheqim njerëzit e tonë dhe të bëjmë një komunitet shqiptare atje. Loreta, është e vështirë të ambientohesh me punën të cilën ti e bën kur veç më një pjesë të madhe e ke kaluar në Vjenë dhe tani transferohesh atje? Jo. Sefte kisha pak, thosha se di si do ikpe këtu, ama të them drejt, më mirë s'ka. Hiç nuk më rrihet më shumë këtu, më shumë për shoqërinë po, ama për tjetër shkak, jo. Atje jetesa është fenomenal. Loreta, e kemi parë në shumë të rasteve ti përdor rrjetet sociale në mënyrë perfekte si një influencere për t'i prezentuar të gjitha projektet të cilat i bën ti atje. Më thuaj, është i qasshëm gjithmonë rrjeti social deri tek ata të cilët janë të interesuar? Nuk të dëgjova mirë, si the? Rrjetet sociale i përdor në mënyrë të shkëlqyer për të promovuar punën tënde. Po. Mendon që është shumë i qasshëm ky moment deri tek klientët, blerësit të interesuarit? Po, të shumtit kanë frikë të investojnë dhe nuk e din si është. Tjerët njerëz kur më shkruajnë kur thuajnë vërtet është kjo investimi aq shkollaj, unë i thash të parën banesë vetë kam blerë nëpër WhatsApp. Atje nuk është si këtu shumë 100 letra, dokumenta, atje veç pasaporti, telefon numri dhe paret duen. Tjetër, kështu e blen ti banesën nëpër telefon. Dhe të parën ashtu e bleva, nuk mundën të besojnë njerëzit se aq kollaj është të blesh dhe me lehtësi të bësh plus një çmim shumë të madh të rrit shumë për 8% patjetër i bën fitim. Loreta, ma përshkruaj pak edhe mënyrën se si të kontaktojnë dhe çfarë kërkojnë prej teje që t'u ofrosh në momentin e caktuar kur ata janë të interesuar. Këtë procesin ma zhvillo pak. Po të shumtit ja tash kur i shikojnë nëpër rrjetin sociale reklamacionin tim, kur postoj, më shkruajnë sa janë banesët, sa dhoma, si mundem të pagoj me këste, si shkon procedura dhe i them tani të më lishojnë mesazh, do t'ja lishoj disa oferta për buxhetin të njeris, varet sa do të investojnë. Unë nuk jam njeriu që dua t'i shty njerëzit patjetër të blejnë, është se jam vetë investore dhe e di se disa njerëz atje si funksionojnë. Dhe veç të shtyn të blesh, unë ashtu nuk dua klientë se dua të dale pastër, me fytyrë pastër dhe më sillen më shumë njerëzit tjerë, më sillen më shumë klienta. Se dua njeriu kur do dale pide zyra ime të dale e qeshur. Loreta, edhe për një gjë tjetër jam shumë kureshtare. Atje dallojnë të pasurit dhe më pak të pasurit në momente, ose të famshmit dhe më pak të famshmit në momentin e stacionimit ku do të banojnë? Të shumtit, varet tash në cilin komunitet ronë. Shembull ka një reon ku kemi investuar, janë 90% gjerman. Dallojnë Gjermani se është më i bardh, më ashtu, më diktohet se janë gjerman. Ka edhe pjesa tjera ku janë veç shembull këta të Pakistanit, pe Indie, pe secilës shtet,
ama askush nuk të nguc, asnjës të prek, është shumë shtet që don të jetojë me më shumë feja, me më shumë njerëz që janë të tjera pe kudo nëpër botë. Loreta, unë e di që një pjesë e ytja e familjes tashmë është shpërngulur atje, duke përfshirë këtu edhe vllaun, por që një pjesë tjetër e ytja ka ngelur edhe në Vjenë prindërit, apo jo? Janë prindërit pikërisht ata të cilët kanë investuar shumë në ty, në edukimin dhe në gjuhën shqipe, të cilën ti e flet shumë bukur, dhe unë të përuroj për këte. Po, edhe jam shumë e lumtur për prindërit e tu, për vajzën që kanë rritur dhe për gjithë këtë dëshirën e madhe që ti ke për shqiptarët, për t'i ndihmuar dhe për t'u ashtrirë dorën gjithmonë në momentet caktuara, në fushat ndryshme në të cilët ata veprojnë, por së fundi dhe në këtë të cilën ti e bën me shumë dashuri, Loreta. Më fol pak për shpërnguljen tënde atje, sepse gjuhën profesionale ti e ke gjetur atje tashmë. Po, pa tjetër, po unë tash dua të shpërngulem në gjuhën anglisht, atje normalisht po folet, po unë fol edhe anglisht, edhe shqip, edhe gjermanisht, po edhe maqedonisht në pak, sa që di aq e foli, po mundohem, edhe kam kur do shkoj atje, kam një dëshirë të madhe, t'i mbledh shumica e shqiptarëve, që kanë interes të bëjnë biznisa, të shkojnë përpara, të përjetojnë, dhe po mos dojnë të jetojnë, po të investojnë në Dubai, që të shkojnë përpara, kam qef të bëjmë mbledhje për punë biznisi. Po, duke përfshirë këtu një rrjet të gjerë të njerëzve të cilët janë me influencë, duke futur këtu edhe bizneset e ndryshme, ti këtë takim e bën edhe në Vjenë, po do të shpërngullesh edhe në Dubai me gjithë njerëzit të cilët vërtet kanë influencë. Takim pune dhe takim se si mund të ngritet një biznes mes shqiptarve në një vend të huaj. Këtë tashmë e kanë dëshmuar mes Evropës, por që Dubai ne kemi pasur pak më të mbyllur, si në ato kutit magjike dhe që brenda saj nuk dihet asnjëherë se çfarë fshihet. Ja tani që po e prekin, e kanë mundësinë që të zhvillohen edhe më tej. Ti po e bën këtë lidhje, po unë jam shumë kërreshtare të di mes një influencuesi, apo një biznismeni, apo një arkitekti, burr apo grua, cilën e favorizon më shumë, Loreta? Po të them drejt, unë gratë dua t'i shikoj përpara, normalisht, po prap unë kam qef, sidomos unë me burrin tim e bashkë punoj këtë punën, dhe ajo është më shumë i dim lagjet ku janë, për punën e syrit, a është kjo ndërtesa e mirë, se është më shumë me dorë din ajo të punohe. Unë më shumë jam prezentoj projektin, objektin, ata gjëra më shumë unë i di, dhe dorë për dore e bashkë punojmë këtë punë. Po, Loreta, qëfar po përgatit për momentin, sepse je në një projekt radhës të cilën ti do ta prezentosh. Është kjo takimi mes gjithë këtyre njerëzve të rëndësishëm, apo një projekt i cili po vjen në ndërtim? Në ndërtim janë më të mirë, të them drejt, se unë veç kam investuar deri tash që janë në ndërtim. Se të parën banesë që kishim marrur ishte kur ishte vakti i koronës, tash ata çmimet nuk janë të njëjta. 150.000 euro kishte në ndërtim për 2 dhoma, një dhomë gjumi, një dhomë pritje, e shitëm pas se u kryua 250.000 euro. 100.000 i bëre fitim. Dhe atë tash nuk e ka më shumë atë të njëjtën gjë, po prap rriten çmimet dhe mundesh fitim të madh të bësh. Kur janë të gatshme, më shumë mundesh t'i blesh në vendet ku janë për turizëm, që të japish me qira, po me Airbnb. Në një objekt të caktuar të cilin vendoset për të ndërtuar, pasi është hedhur në letër dhe pasi është bërë finalizimi i gjithë pjesës se si do të duket arkitekturore. Më thuaj sa i vini gjithmonë
në pah edhe pjesët të cilat janë për rreth, për shembull sa ka gjelbrim, cilat objekte i ka më afër, spitali, shkolla, gjitha këto që t'jenë në funksion të gjitha atyre të cilat duan t'jenë pjesë e banimit aty. Atje për të shumt kudo i ke ata sende, atje nuk ke problem hiç fare, e ke secilën ndërtesë që e bëjnë, e ke dënë supermarketa, shkolla afër, spitale, gjithë janë afër. Nuk ke atje vende që nuk mundesh me jetu. Atje është një vend që nuk mundem të ta shpjegoj, një herë do vish të më vizitojsh në Dubai dhe do ta shpjegoj më mirë. Po, patjetër, Loreta, takimet tona gjithmonë i kemi bërë diku jashtë, po asnjëherë nuk i kemi bërë në manastir, për shembull. Unë shumë do kisha dashur që të dyja bashkë të jemi në manastir edhe të kënaqemi bashkë. Ta shijojmë bashkë manastirin. Smet tashin në Korik do vi patjetër në manastir dhe mundemi të takohemi prapë dhe të folim. Po, patjetër. Loreta, unë besoj kemi thënë gjërat kyçe elementare të cilat janë pjesë pashmangshme punës tënde të cilën ti e bën. Si? I kemi thënë gjërat kryesore? Kryesore, të them tash një gjë kryesore që është njerëzit që duan vërtet të investojnë në Dubai, është një gabim po mos investojë njeri sepse rritet shumë shpejt dhe duen të bëhen Dubai deri 2030 kërkon të bëhet numër 1 në botë. Dhe atje ke oferta shumë të mira dhe kush ka interes mundet të më kontaktohe. Edhe atë dua të them patjetër, kush ka interes jam aty, dua t'i ndihmoj, edhe mos investoje njeri, kam qejf të njoftoj shqiptarët e tonë që duen të shkojnë përpara. Shumë suksese për ty, Loreta, në një takim të radhës besoj që do të sjellim edhe më shumë informacione për punën të cilën ti e bën atje dhe në Vjenë, sigurisht. Të faleminderit, suksese për ty. Të faleminderoj shumë dhe shikohemi prapë. Suksese. Kalofshit mirë. Miq, kemi qenë në një linjë të drejt për drejt me Loreta Ibrahimin, sigurisht duke marrë të gjitha informacionet e duhura mbi të bukurën. E bukura e cila gjithmonë i përmbush kënaqësitë e njeriut kur do të blej apo do të investoj në diçka të cilën do ta ketë për një kohë shumë të gjatë. Është arkitektura ajo e cila gjithmonë të lë pa fjalë, arkitektura e cila vjen në ndërtim e sipër gjithmonë, por që elementet të cilat futen brenda eksterierit dhe interierit kanë të bëjnë sigurisht me artin. Është e bukura, është ngjyra, është ndërtimi, është këndi në të cilin gjithmonë njeriu e gjen më të bukurën. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.